Mimbroma, mirë se erdhët emisionin I pavarur. Ndodhemi në ambientet e kryeministrisë, në zyrën e dizenjuar me dorën e tij nga kryeministri Edi Rama. Unë ndodhem këtu në anën tjetër, ndodhet Angji, ja ku është. Dhe do të diskutojmë, do të komentojmë ngjarjet kryesisht e javës së kaluar dhe atyre që ndoshta do të vinë, ndoshta dhe nuk do të vinë. Angji, këtu direkt sepse jemi në ditën e pushimit sot, nuk e di pse e bë ditë pushimi, domethënë ishte e shtunë u fut festa e abetares, dita e alfabetit. Dita e alfabetit. Okej. U bë pushim të shtunën, pushim të hënën. Mirë. Takzoni. Çështja është nëse neve kemi një ditë të alfabetit, natyrisht duhet kishim aktivitete, duhet kishim ku diun ngjarje, duhet kishim zhvillime përveç pjesës fjalimeve. Gjithsesi, nuk ka munguar Rama, I cili fton qytetarët zbulojnë udhën e shkronjave. Ju e keni parë filmin Udha e shkronjave, Daskal Todhri me Kal me Tunxhin, me ato shkronjat prej plumbi, që ecste. Dhe Edi Rama në këtë ditën e alfabetit, me fantazitë e tij, si njeri I gjithë ditur që është, ka thënë, shqiptar, zbuloni udhën e shkronjave. Dhe besoj që shqiptarët e kanë ndjekur zotin kryeministër, ashtu siç ka kohë që ne e ndjekim në aventurat e tij, në udhëtimin e tij fantazmagorik drejt Bashkimit Evropian. Unë kam edhe një lajm tjetër që dëgjova në podcastin që kryeministri I Shqipërisë bëri me 2 zonja të nderuara, kishte ftuar ato zonjat, foli dhe na dha një lajm të jashtëzakonshëm. Angji, urdhro. Ape ta shohin shqiptarët, lutem, se është lajm, është skup. Rama ka nisur të shkruajë një libër, nuk mund të pranoj varfërimin e Shqipës. E ky njeri nuk pranon dot varfërimin e shqiptarëve si fillim. Të gjithë jemi pasuruar gjatë mandatit të zotit Rama, kështu që pasuri këtej, pasuri ande ka menduar, a nuk pasuroj dhe Shqipen? Po si ta pasuroj? Shkrimtar s'ka më, ka dalë ndjer vdiq, a golli ka kohë që ka vdekur. Ka marrë përsipër të shkruajë një libër vet. Ju kujtohet libri Kurbani, I shkruar me dorën e tij nga zoti kryeministri Rama. Pati gojë të liga që thanë, jo, e shkruajtën të tjerët, siç edhe në verit I shkruanin vepra të tjerët, dhe ky thjesht I vuri firmën. Po janë llafe pazari. Zoti Rama është duke shkruar një libër Kurbanin e ka bërë, nuk e tha titullit, por me qëllimin fisnik të mos lënies së Shqipës në varfëri. Pra, ky njeri që na ka pasuruar në gjithçka, do të na pasuroj edhe gjuhën. I tha ajo zonja që e pyeste, tha, ke ca fjalë që thua për shkakun në ndërkohë, nuk është shqip. Po, pastaj ajo zonja ishte e mrekulluar mbas Edi Ramës, kështu që unë humba fillin, se kush rinte dëgjonte 1 orë. E rim tek zoti Rama dhe qeverisja e tij, kjo Shqipëria të bërit lule. Angji, e di ti që zoti Rama kishte replikuar, e di se di Angji ka ndorë gjitha këto. I përgjigjet ish drejtorit të Google, diella nuk është qeverisje me algoritëm. Në fakt, më vjen mirë që një tjetër përveç meje, po ky që nga jashtë shtetit, po s'ka qenë drejtori Google thotë, diella është qeverisje me algoritëm. Pra, unë këtu në këtë foltore, le ta quajmë foltore, apo jo, se është vend ku flitet. Ju kam thënë, diella në paraqit në parlament, hyrin parlament, një gjë që nuk ekziston, është virtuale, dhe u foli deputetëve dhe u shpjegoi dhe kushtetutën, tha nuk ka të bëjë me kromozome. Dhe unë kam thënë, ka ardhur një epokë shumë e errët ku ne do të qeverisemi nga algoritmi, pra nga pajisja elektronike, natyrisht. Ka 2 rrugë. O I programon njerëzit, pra do thotë që ti nuk po qeverisesh nga pajisje faktikisht, po nga njerëz, të cilët shfrytëzojnë një mask për të vënë poshtë, ose realisht nga shifra, dhe ti nuk ke gjë tjetër veç se një shifër në një server të madh. Përderisa zoti Rama e ka thënë, ish drejtorit Google-it, që jo, nuk është qeverisje me algoritëm, unë besoj 100% zoti Rama dhe them, nuk po qeverisemi me algoritëm. Gjithsesi, ne kemi votuar njerëz, nëse mund të quhen njerëz ata që kemi votuar, po gjithsesi. Edi Rama e ka vënë, Sali Berisha e ka vënë, janë deputet, janë prej mishi dhe gjaku, po janë shumë herë më mirë se sa algoritmi. Shumë herë më mirë se sa një gjë virtuale dhe ne I zgjidh problemet ose nuk ne I zgjidh një gjë prej mishi dhe gjaku dhe jo një gjë elektronike.
di në një vend tjetër tek pjesa digjitale se kjo algoritmi dhe qeverisja me algoritëm na çon te kjo tjetra. Nga lehtësimi tregtisë tek identiteti digjital, Rama, vendet e rajonit me angazhime të reja ndaj planit të rritjes. Ka një debat i cili ka nisur, por ka nisur but, pa shpërthyer ende mirë për këtë çështjen e identitetit digjital. Ky identiteti digjital faktikisht është zbatuar në Vietnam plotësisht. Dhe Vietnam është hequr paraja, nuk kanë monedhë në dorë ata, kanë vetëm diellën, e cila i ka parat e tyre, e cila ka tapit e shtëpive të tyre dhe gjithçka tjetër i ka diella e Vietnamit. Nuk e di si quhet, Chan Ching për shembull. Dhe vietnamezët kur shkojnë në pazar kanë vetëm një celular. Ama po i ran serveri kanë një kak të madhe, nuk kanë më asnjë gjë. Ne këtu në Shqipëri jemi avangard. Kryeministri i Shqipërisë ka thënë që ne jemi para Europës. Pse duhet jemi ne para, ndërkohë që jemi bishti i bishtit? Kjo është për të diskutuar, por Zoti Rama ka thënë, ka përmendur identiteti digjital. Është një gjë për të cilët njerëzit ende nuk janë ndërgjegjësuar. Disa kanë filluar të flasin, disa kanë filluar të thonë shqiptarëve është një gjë e rrezikshme, sepse do të ketë me një buton në dorë të gjithëve. Do jeni të gjithë sklever të një butoni, jeta juaj do të jetë kontrolluar në çdo hap, në çdo moment, çfarë blini me kërini, ku po shkoni, çfarë po shpenzoni, ose në dash qeveria ju po silleni keq as ujë për të pirë s'ka, po mund ndodhi edhe një defekt. Praf bie serveri, as ujë s'keni për të blerë. Gjithsesi ju vazhdoni flini të qetë siç keni fjetur gjithmonë. Unë kam këtë shqetësim, kam dhe shqetësimin e diellës që po na qeveris. Pra, ne jemi sklever të sistemeve numerike, eksperiment që po ndodh. Nuk ju pëlqen puna juaj. Ju e dini këtë gjë. Vazhdojmë se mos bëhemi të bezdisur, anxhe këtë hall kam unë. GKKO, lënë fuqi masat e sigurisë në Ballukut dhe të pandeurëve të tjerë. Kemi dalë këtu tek flaka e javës që shkoi. GKKO mori të pandeur zëvendës kryeministren, edhe njerëz të tjerë, po themi zëvendës kryeministren. Ky në çdo vend botës do kishte bërë jo lajm, po do të kishin dalë njerëzit në rrugë dhe natyrisht do kishte dhënë dorëheqjen qeveria. Nëse do të ishte marrë pandeur. Ndërkohë ka ndodhur një gjë shumë herë më e rëndë. Pra, gjykata është një gjykatë speciale kundër krimeve të njerëzimit, kundër krimeve të rënda dhe korrupsionit. Kjo gjykatë ka vendosur që zëvendës kryeministrja të mos qëndrojnë detyrën e saj. Pse? Për shumë arsye, për një nga ato është se mund të prishë provat. Do të kishte ikur kryeministri. Natyrisht, kjo zonja do të kishte lënë detyrën në sekond. Jo, nuk e ka lënë detyrën. Pse se ka lënë detyrën? Ha pra. Ka njerëz që thonë që kjo zonja ka thënë, sigur unë tiki, do të marrë me vete edhe Zoti Rama. Ka thënë kjo. Ç'nuk flitet. Mi po, përderisa është një gjykatë speciale, ta zëm, Hashim Thaçin, nuk është se e pyetën shumë. Një gjykatë speciale vendosi dhe çoi në hak. Një gjykatë speciale i thotë zëvendës kryeministrit nuk do të jesh më në punë. Kryeministri thotë, jo, prit tot kryeministri. Mund të një lajm tjetër të them. Pezullimi Ballukut, Rama do ta çojnë në kushtetuese. Pra, nuk është hera e parë që kryeministri çon kushtetuese. Kujtohet rasti i Orta Xhaçkës për të hequr mandatin. Vendosi gjykata kushtetuese, pastaj thanë prit një sekondë do pyesim Venecian. Pyetën Venecian, hodhon poshtë vendimin e gjykatës kushtetuese parlamentit. Tash në rastin e Ballukut, Rama thotë do ta çojmë në gjykatë kushtetuese. Vendimi duhet ishte zbatuar, them unë. Ta çojmë gjykatë kushtetuese. Ky është eti në cilin jetojmë. U bën 2 zëvendës kryeministra, për cilët Rama thotë unë s'kam përgjegjësi. U bën gjithë ata ministra që janë të hetuar nga SPAK, të arrestuar, të pezulluar, lalish në paraburgim. Kryeministri nuk mban përgjegjësi. Kjo zonja këtu ka qenë dhe kryetare e fushatës për Tiranën. Ishte në Fier që bëri një Waterloo atje në Fier. Pastaj solli këtu në Tiranë për këto zgjedhje që do bëshin pjesë, edhe pse s'u bën. E pra, kjo është një person i kuotuar politikisht. Rama thot, do ta çojmë kushtetuese. Gjykata thot, duhet lërë detyrën. Po, në ç'vend jetoni, e dini ju. Unë do të bëj një pauzë shkurtër për vazhduar pastaj pjesën e dytë me problemet e javës.